Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellur tek ju një histori shumë të dhimbshme. Këtë herë do të ndaloj tek historia e zonjës Mimoza. Mimoza, si të gjithë vajzat, u martua me dashurinë më të bukur të mundshme, duke u dashuruar me një djalë të cilin e quanin Artan. Por ajo dashuri nuk zgjati shumë. Mimoza mendonte që është dashuria më e bukur që po përjeton. Dhe prej asaj dite jeta e saj do të kishte vetëm gëzim, do të kishte vetëm lumturi, do të kishte vetëm çaste të mira, por fatkeqësisht nuk ndodhi ashtu. Menjëherë pas martesës, Mimoza solli në jetë një gocë të mrekullueshme dhe pas këtij gëzimi, ku Mimoza dhe Artani të lumtur që u bën prind, morën vesh lajmin e trisht. Unë dua që këtë histori ta ndaj me ju dhe dua të falenderoj zonjën Mimoz, e cila njëherë e ka ndarë me mua. Mimoza ishte vetëm 22 vjeçe, kur veshi fustanin e bardhë. Ishte një ditë e ngrohtë pranvere dhe çdo petal i bardhë që binte mbi flokët e saj bjond të çelët, dukej sikur bekonte atë dashuri që kishte lindur pa e kërkuar. Dashuria me Artanin kishte nisur në bankat e universitetit. Ai ishte një djalë i qetë, me sy të thellë dhe një shpirt të ngrohtë. I ndihmonte të gjithë, nuk thoshte kur fjalë të rënda dhe mbi të gjitha e donte Mimozën me gjithë qëndjen e tij. Pas 2 vitesh martesë, në botën e tyre erdhi një dhuratë e çmuar, vajza e tyre, Elma. Jeta dukej e plot. Mimoza rinte orë të tëra duke soditur Elmën teksa flinte, ndërsa Artani përkëdhelte flokët me shumë kujdes. Por lumturia ndonjëherë është si një qiri në erë. Mjafton një frymë e ftohtë dhe ajo shuhet. Pas 2 vitesh nga lindja e Elmës, Artani filloi të ndjehej i lodhur, i palëvizshëm, pa energji. Analizat, kontrollet dhe vizitat përfunduan me një fjali që Mimoza nuk do ta haroj kurrë. Artani ka kancer në fazën e fundit. 3 muaj më vonë, ajo mbeti e ve. Trupi i Artanit u shua, por sytë e tij të trisht, që i kërkuan ta donte vajzën për të dy, mbetën të ngulitur në kujtesën e Mimozës. Ajo u kthye në një grua të fortë, të heshtur, që nuk qante më as para pasqyrës. Teksa vitet kalonin, plaga nuk po shërohi, por Elma ishte drita që e mbante atë të gjallë. Pas 4 vitesh vetmie, jeta i hapi një tjetër derë. Në Itali, ku një mikesh i gjeti punë dhe një fillim të ri. Mimoza e mori Elmën me vete, e cila tashmë ishte 6 vjeçe. Dhe atje njohu Giulion, një burr italian, i sjellshëm edhe i duruar. Në fillim ai dhuroi qetësi dhe siguri, dhe Elma u afrua shumë me të, e quante baba. Dhe për vite me radhë dukeshin si një familje e vërtetë. Por askush nuk e di çfarë fshihet pas mureve të një shtëpie. Kur Elma mbushi 19 vjeç, Mimoza nisi të ndjente ftohtësi nga Giulio. Ai nuk ishte më burri që i sillte mëngjesi në shtrat. Shikimet e tij ishin të tjera, të thella, të errta. Filloi të rinte më shumë në shtëpi, nuk fliste
por vështronte, ndërsa Mimoza mendonte se ishte stresi apo mosha që e bënte këtë gjë. Elma nga ana tjetër u bë më e heshtur dhe më e mbyllur. Ajo që dikur qeshte me të ëmën në kuzhinë, tani mbyllej në dhomë dhe shpesh nuk dilte as për darkë. Një natë e mbajti mend si të kishte ndodhur dje. Kishte dalë për të blerë bukë dhe për arsye që as vetë nuk i kupton ende, ishte kthyer më herët. Derën e gjeti të hapur dhe nga korridori dëgjoi një zë. Një pshërëtim. Shpina ju drodh. Hapi derën e dhomës së Elmës me mendimin se mos vajza ishte e sëmur. Por ajo që pa, i andali frymëmarrjen. Giulio, buri që kishte dashur, besuar dhe quajtur partner, ishte në shtrat me Elmën. Vajza e saj, gjak nga gjaku i saj, bia e saj. Britma që lëshoi Mimoza atë natë nuk ishte vetëm e një gruaje të tradhtuar. Ishte ulërima një nëne që po coptohej për së gjalli. Teksa Giulio u ngrit dhe tentoi ta ndalonte, por ajo e shtyu me një forcë që as vetë nuk e njihte se e kishte. Elma nuk foli. Sytë e saj ishin bosh. Si të ishte zhveshur nga çdo ndjesi, si të mos kishte ndodhur asnjë gjë. Ditët në vijim ishin ferë. Mimoza iku nga shtëpia me vetëm një valixhe dhe me lotë që nuk ndaleshin për Elmën. Elmën nuk e pa më për muaj të tërë. Ndihmë social, psikolog, policia, asgjë nuk e shëroi dot plagën që ishte hapur në shpirt Mimozës. Në Itali, një nënë dhe një bi ishin ndarë përjetësisht. Nëna nga dhimbja, vajza nga turpi, apo ndoshta nga një dashuri e ndaluar që askush nuk do ta kuptonte kurrë. Mimoza jeton ende në një qytet të vogël afër Firences. Nuk flet me askënd për të kaluarën, punon si pastruese dhe mban në zemër një heshtje që u lëret brenda saj çdo natë. Në mure ka vetëm një fotografi, ajo me Artanin edhe Elmën e vogël. Në një kohë kur bota dukej e pastër dhe dashuria e paharuar. Në fakt, histori të këtilla janë teje të vështira. Çfarë fjalë mund të themi për këtë gjë? Ka shumë raste të këtilla që gratë e veja martohen pas vdekjes së burrave të tyre me pretekstin që dita e nesërme dhe do t'ju vi një fat pak më i mirë, por fatkeqësisht përfundojnë në fate të këtilla ku martesat e tyre shndrohen në dhimbjen më të madhe që mund të krijohet në shpirt. Unë pata fatin të bisedoj me zonjën Mimoz, edhe ajo mban kontakt me mua dhe më patë thënë vetëm një fjalë. Vendosa të shkruaj, tha, këtë historinë time, pasi dëgjova vrasjen e vajzës në Itali, 22 vjeçares, nga i dashuri i saj, për t'ju thënë, tha, vajzave shqiptare, që kur mos u martoni me një të huaj, sepse në asnjë mënyrë as nuk do t'ju kuptoj, as nuk do t'ju doj dhe as nuk do t'ju respektoj për atë që ju keni kaluar dhe për atë që ju dëshironi ta ndërtoni. Dhe në këtë rast, kështu ndodhi edhe me zonjën Mimoza, një grua e cila u mundua që të sakrifikon për të bien dhe sot ka mbetur e vetme, jeton në një apartament të vogël në Itali
dhe nuk ka asnjë lloj kontakti me asnjë nga familjarët, sepse jeton me kujtimin e bashkëshortit të saj Artanit dhe dhimbjen që e bia e saj së bashku me burrin ja krijoi në shpirt.